Ditën e sotme në prokurorinë e posaçme nisi ceremonia e kalimit të detyrës nga Altin Dumani te kryetari i ri Klodian Braho, për SPAK ky cilësohet si një moment i rëndësishëm për sigurimin e vazhdimësisë dhe forcimin e mëtejshëm të punës së strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Altin Dumani mbajti fjalimin e tij për largimin nga detyra si kreu i SPAK dhe u shpreh se sot mbyllet një ndër kapitujt më sfidues të karrierës së tij si prokuror. Gjatë fjalës së tij Dumani uroi suksese Brahos, duke shprehur besimin se ai do të vijojë punën për forcimin e strukturës së posaçme antikorrupsion. Klodian Braho është zgjedhur në krye të SPAK për një mandat 3 vjeçar, pas një vendimi të marrë nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë gjatë seancës maraton të 11 dhjetorit. Braho votua nga 7 anëtar të KLP-s, duke siguruar shumicën e nevojshme për të marrë drejtimin e institucionit. Mandati i drejtuesit të SPAK është 3 vjeçar dhe nuk parashikon të drejtë rizgjedhjeje. Altin Dumani, i cili mori drejtimin e institucionit pas Arben Krajës, drejtuesit të parë të SPAK, përfundon kështu detyrën e tij drejtuese dhe do të vijojë punën si prokuror i SPAK deri në vitin 2028, kur i përfundon mandati 9 vjeçar. Dumani e mbyll ciklin e drejtuesit mes kërkesave të vazhdueshme për t'i dhënë mundësinë e rikandidimit të prokurorëve të SPAK. Ditën e sotme në GJKK do të zhvillohet seanca paraprake për dosjen Meta. Në seancën e kaluar ishte i pranishëm edhe vetë Ilir Meta, i cili kërkoi që të njihet me aktet. GJKK ka urdhëruar SPAK që ish presidenti t'i vendoset në dispozicion një pjesë e akteve. Mësohet se Ilir Meta nuk ka kërkuar të gjetë dosjen, por vetëm një pjesë të akteve ku SPAK pretendon se implikojnë ish presidentin. Meta dhe kryemadhi akuzohen për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie. Piro Xhixho akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë të kryer në bashkëpunim, ndërsa Fatime kryemadhi për pastrim parash së bashku me Ema Çokun. Meta ndodhet në burg që nga tetori 2024, ndërsa kryemadhi me detyrim paraqitje. Lejet për centralet e energjisë fotovoltaike po vazhdojnë pa u ndalur me vendime qeverie. Leje që përbëjnë krim ekonomik shtetëror, sepse nëpërmjet tyre, kryeministri Edi Rama ka grabitur dhe dhuruar 10 hektar toka publike, sikur t'ia kishte lënë trashëgim babai. E tillë është leja që kryeministri Edi Rama ka dhënë në datën 19 dhjetor 2025 për investim, ndërtim dhe shfrytëzim të një centrali energjie elektrike fotovoltaike me fuqi 49.96 MW në Mesopotam të Bistricës nga kompania Greensol ShPK. Kjo kompani është 100% në pronësi të oligarkut Bashkim Ulaj, e krijuar prej tij më 15 shtator 2022, duke përfshirë si ortak fiktiv me 30% punojësin e tij Fotos Gobo nga Himara. Një leje tjetër për ndërtimin e një centrali energjie fotovoltaike, kryeministri Edi Rama ja ka dhënë kompanisë Rozafa ShPK e Gjergj Lucës në zonën Shmil të Elbasanit, në 40 hektar tokë shtetit të dhuruar dhe me afat shfrytëzimi 49 vite. Në prag të mbylljes së vitit me pazare tenderësh, plazhesh, lejesh ndërtimi, trojesh, dhurim tokash dhe pyesh për miqtë e tij dhe klientët e pushtetit, kryetari i Bashkisë Sarand Pasanik Oltion Çaçi ka menduar të lumturojë disa familje të varfra në rastin e festave të fundvitit. Më 19 dhjetor, kryebashkiaku Çaçi ka shpallur një ankand me vlerë të vogël për të blerë ushqime, të cilat do t'i ndajë në 250 qese dhe do t'u adhurojë 250 familjeve në nevojë, sipas një liste të hartuar nga Dega e PS-s në Sarand. Të ankand, kryebashkiaku Oltion Çaçi, pronar hotelesh luksoze në Sarand, Ksamil, Vlorë, Himar dhe Durrës, e ka deklaruar si shpenzim për aktivitetet e festave të fundvitit që organizon Bashkia e Sarandës, kur faktikisht bëhet fjalë për qese me lëmosh ushqimore për 250 familje. Këshilli i Ministrave ka miratuar bonus të veçantë për personat me aftësi të kufizuara dhe kujdestarët e tyre. Qeveria ka rishikuar buxhetin e shtetit për herë të katërt, teksa ka vendosur të japë shpërblime për fundvitin për personat me aftësi ndryshe në vlerën 15.000 lekë. Kjo kategori nuk ishte e përfshirë në aktin e tetorit, u dhanë shpërblime për pensionistët. Ministri i Financave Petrit Malaj njofton se nga ky bonus i veçantë përfitojnë 148.000 persona. Një shpërthim i fuqishëm tronditi një nga zonat e qytetit të Frankfurtit gjatë natës. Banorët e ndjen tronditje ndërsa tymi u përhap në zonë. Policia e Frankfurtit lëshoi një deklaratë në lidhje me incidentin, duke sqaruar se ngjarja ka ndodhur në Saalburgale, në lagjen Bernheim. Policia tani po heton incidentin si një rast të shkaktimit të qëllimshëm të një shpërthimi. Një general i lartë rus është vrarë mëngjesin e kësaj të hëne në Moskë pas një shpërthimi me bombë në makinën e tij, njoftuan autoritetet ruse. Komiteti hetimor i Rusisë bëri të ditur se viktima është generali i lartë Vanil Sarvarov,
kreu i Departamentit të Trajnimit Operacional të Forcave të Armatosura. Sipas hetimeve paraprake, shpërtimi u shkaktua nga një pajisje e montuar poshtë automjetit. Autoritetet po hetojnë disa pista, përfshirë edhe pistën e implikimit të shërbimeve të inteligjencës ukrainase. Hetuesit janë dërguar në vendngjarje që mendohet të jetë në jug të kryeqytetit rus. Instagram po zgjeron përvojën e tij për te telefoni duke e çuar zyrtarisht përmbajtjen Reels në ekranin e madh të televizorit. Platforma ka prezantuar aplikacionin e ri Instagram for TV, i cili aktualisht funksionon në Amazon Fire TV. Aplikacioni i ri është krijuar posaçërisht për shikim në televizor dhe ofron një përvojë të personalizuar, bazuar tek krijuesit dhe përmbajtjet që përdoruesit ndjekin tashmë në Instagram nga telefoni i tyre.